Të dashurit e me, vëllëzër dhe ju motra, jemi në gjumane 23 me radhë, duke fol për familjen dhe rreth familjes, duke u mundu në çdo formë legjitime për ta forcu këtë institucion, sepse është institucioni më kredibil, se nga këto në varet e ardhmja jonë, e umetit tonë, e kombit tonë, nga këto matët vlera jonë si individ. Familjet e tona gjithmonë kanë pas prind që na kanë rrit me halal, që na kanë eduku me fjalët më të mira, që na kanë motivu me motivimin më të mirë, dhe nga këto familje kanë dalë burra dhe gra që kanë lanë gjurmë dhe lajnë për çdo ditë, jo vetëm brenda kufive të vendit tonë, mirë po në tërë globin, kudo që shkelin shqiptar që kanë dalë nga familje të këtilla. Dashurit e me i shtyr për të fol për këtë temë që sot do ta trajtoj së bashku me juve për pak minuta. Lufta në Kosovë 1998-99 la shumë plagë të mëdhaja dhe damtoj shumë familjet e tona. Vrau shkau shumë e shumë prind dhe vëllezër tonë, e nana e motra tona, por shumë fëmijë mbetën jetim, mbetën pa prind. Dikush mbet pa bab, e dikush pa bab edhe pa nan. E këto nana që ndruan stoike, të forta, këto e anashkaluan çdo kënaqësi personale të jetës së dynjas, e tërë fokusin e orientun nga evladët, nga fëmijët e tyre. Për këtë, Muhammed Mustafaja sallallahu alaihi wasallam sjell një ngjarje për një shpërblim të madh që do t'i kaploj këto nana. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, njeriu i dytë që ka për të hyrë në xhenet është ky. Thot unë shkoj për ta hap derën e xhenetit, se mu Zoti më ka obligu dhe urdhëru i pari për të fut në xhenet. Thot vjen një gru dhe dëshiron të hyj para meje. E unë thot e largoj me krahun tim, e pengoj. Ajo insiston përsëri për të hyj. E unë i them asaj, sallallahu alaihi wasallam, kush je ti? Thot unë jam një nanë që në rinin time më ka vdek bashkëshorti. E unë e kam rujt vetën dhe i kam rujt e vladët. I thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasha madhnin e Zotit, oj non, si kur që Zoti mu të mos më obligon të i pari për të hyrë në xhenet, vallahi ti je meritore për të hyrë e para në xhenet. Dashurit e me, duke njohur dhe duke ditë, shumë shtëpia që baballarët kanë ndru jetë, e nënat i kanë rrit dhe po i rrisin me edukat, me kulturë, me besim, me sakrificë të madhe, më shtyu se sa e fort është familja të ne shqiptarët dhe sa me peshë të madhe është të ne muslimanët dhe se sa sakrificë të madhe bën familja jonë, vetëm e vetëm mos me u rënu nga mbrenda, se në moment që hyn armiku mbrenda, izolohe dhe fortifikohe sa du shtëpin jashtë. Sot po e trajtojmë këtë temë shumë të ndjeshme dhe shumë me rëndësi të madhe, sepse prek një kategori që në Islam gëzon nderin e veçantë. Një hutbe e këtill mund të jetë mesazh shpirtëror.
mund të jetë respekt dhe mbështetje për gratë që pas humbjes së bashkëshortit kanë marrë mbi supët e tyre barrën e rritjes së fëmijëve dhe duke ruajtur fenë, identitetin, moralin dhe krenarinë e tyre, të familjes së tyre dhe të shoqërisë në përgjithësi. Shoqëritë zakonisht i vlerësojnë njerëzit sipas pozitës, sipas diturijës, sipas postit dhe sipas famës së tyre. Mirë pa Allahu i madhërueshëm, atij qofshin mi fal, i vlerëson sipas devotshmërisë, durimit, sinqeritetit dhe sakrificës që bëjnë. Sot po paraqes një figurë të heshtun, shumë të heshtur, por një figurë madhështore. Një figurë që nuk del në për podiume, që nuk përmend